Normal Hasimja të përgatitet zoti Besar Xhaferi. Mirëdita dhe përshëndetje. Duke menduar dje për kuvendin e PD-s, në fakt më kujtu një fabul. Nga lindja e largët, ishte historia një punëdhënësi i cili i kërkon një muratori që e kishte në shërbim, që t'i ndërtonte edhe një shtëpi të fundit përpara se të tërhiqej nga puna dhe dilte në pension. Duke qenë se ishte hera e fundit që po punonte, muratori vendosi që ta bëj pak shkeleshkos, kishte ndonjë rëndësi të madhe për jetën e tij gjithsesi, dhe realisht ndërtoi një shtëpi shpejt e shpejt me materiale dobta pa ndonjë lloj cilësie. Dhe pastaj shkoi dorëzoi, pas 2 muajsh dorëzoi çelësat e shtëpisë punëdhënësit, i cili ja ktheu prapë çelësat e shtëpisë dhe i tha kjo është dhurata që të kam bërë unë me rastin e daljes në pension. Në fakt, historia është interesante dhe nuk më kujtua rastësisht. Ka lidhje edhe me mënyrën se si partitë politike, se si ata që aktivizohen e shikojnë politikën. Njësoj si në këte fabule dhe fati në fakt i demokratëve është i lidhur me punëdhënësin e vetë, vetëm se punëdhënësi i demokratëve, punëdhënësi përfundimtar, madhori i demokratëve, nuk është në fakt partia demokratike dhe as shteti shqiptar, në cilin mund të merrni pozicione dhe poste më vonë, por është në fakt taksapaguesi, është votuesi shqiptar. Prandaj dhe Shqipëria që ju demokratët synoni të ndërtoni dhe që shpresoj t'ju jepet kjo mundësi sa më shpejt, duhet jetë po aq e mirë sa për ju, aq edhe për cilin do qytetar tjetër këtij vendi. Besoj se kur afrohet fushata e ardhshme elektorale, secili prej nesh duhet të pyesë veten se pse qytetarët votojnë për një politikan, për dikë. A votojnë që një politikan të ketë pushtet? A votojnë thjesht se e pëlqejnë? A e votojnë që ai të ketë zyrë dhe makinë të bukur, që të bëjë një jetë të rehatshme, të përfitojë nga privilegjet e pushtetit? Natyrisht jo. Qytetarët nuk votojnë për ju apo për ata, kushdo qofshin. Nuk votojnë në fakt për politikanët, por votojnë gjithmonë për veten e tyre. Prandaj nuk do të votojnë thjesht edhe kësaj here që të ikin disa pushtetarë dhe të vinë disa të tjerë, do të votojnë që të zgjidhin në fakt të njëjtat halle që secili prej demokratëve që janë këtu ka në jetën e përditshme. Që të kenë më shumë të ardhura për familjen e tyre, që të kenë një arsim të mirë, të dobishëm për fëmijët e tyre, që të kenë një shëndetësi të sigurt dhe efikase, që të kenë rrugë normale dhe drejtësi të ndershme. Sot qeveria shqiptare nuk lodhet më fare për bindur shqiptarët që është e ndershme ose nuk është e korruptuar. Ne kemi vënë të gjithë, ka hequr dorë nga kjo gjë shumë kohë më parë. Në thelb përpjekja e sotme e shumicës politike në Shqipëri dhe e qeverisjes është i bind të gjithë që gjithë partitë politike janë njësoj. Dhe në një farë mënyrë ja ka dalë duke demoralizuar dhe votuesit. Prandaj dhe unë mendoj që detyra kryesore e opozitës, e të gjithë opozitës, jo vetëm Partisë Demokratike, është të bindë shqiptarët se jo të gjitha partitë janë njësoj, dhe ajo që është në pushtet ka përgjegjësinë madhore. Ju keni detyrën e vështirë si demokrat, por jo dhe të pamundur, për të Në 1992 dallonte nga Partia e Punës dhe pastaj Partia Socialiste e asaj kohe, dhe se dallon nga pushteti i asaj kohe, por edhe nga pushteti i Partisë së Qeverisë të Shqipërisë deri në 2005. Kjo është detyra kryesore e Partisë Demokratike. Dallimi nuk bëhet thjesht me fjalë dhe letra, por në radhë të parë me vepra. Dhe në vendin më të korruptuar të Evropës, ju si Parti Demokratike, dhe këto ja thot dikush që nuk është vetë në Partinë Demokratike, keni detyrën për të bindur votuesit më të gënjur dhe më të zhgënjur të Evropës. Sot Partia Demokratike nuk është e vetme në opozitë dhe përballemi me realitet ndryshe. Partitë e reja janë një realitet që duhet pranuar dhe madje përveç partive të reja, sot kemi edhe një pjesë vetë të elektoratit socialist ose socialistëve që janë shumë pakënaqur me qeverisjen.
Përmes vullnetit konkret dhe të provuar, Partia Demokratike ka vërtetuar se është e hapur për bashkëpunim dhe unë këtë e kam konstatuar edhe vetë në kuadër të punës që ne bëjmë me forumin e dialogut politik për të mundësuar një bashkëpunim të gjithë opozitës, në interes të përgjithshëm. Dhe ky vullnet është i Partisë Demokratike për bashkëpunim është pikërisht një nga dëshmitë pozitive të një partie që synon të mirë në vendit përtej interesit vetjak. Sepse unë mendoj dhe shumë të tjerë se vetëm një opozit bashkëpunuese mund të ndryshojë qeverisin aktuale. Mos harrojmë se një pjesë atyre që votojnë parti të tjera opozitare kanë votuar edhe në të shkuarën për Partinë Demokratike dhe mund të votojnë përsëri edhe në të ardhmen në fakt. Mos harrojmë mbi të gjitha se cili do që voton për parti të tjera, njësoj si për Partinë Demokratike, përveç asaj që është në pushtet në fakt, synon të njëjtën gjë me ata që votojnë Partinë Demokratike. Ndryshimin e qeverisjes, ndryshimin për mirë të qeverisjes. Misioni juaj si Parti Demokratike është natyrisht i vështirë. Disave u duket edhe i pamundur, dhe kështu e sheh edhe një pjesë e opinionit fatkesisht. Nuk është e lehtë të përballesh me këtë qeverisje. Por mos harroni se 35 vjet më parë, ky mision ishte shumë më i vështirë. Nëse juve ose një pjesë të elektoratit i duket e vështirë që të rrezohet qeverisja socialiste, kujtoni se 35 vjet më parë ishte e njëjta Parti Demokratike e cila rrëzoi regjimin komunist më të egërt të Europës. Kjo peshë e historisë është një detyrim madhor për Partinë Demokratike. Dhe mos harroni, edhe pas natës më të gjatë, dikur do të vi një mëngjes. Zoti e ka bërë Shqipërinë të mrekullueshme dhe e mira mund të vonojë, por nuk do të pengohet dot. Suksese! Fjalën e ka zoti Besart Xhaferi.